përpara Bashkisë Tiranës ku kërkonte dorëheqjen e Erjon Veliajt dhe përballjen e tij hetimin për aferën e inceneratorëve 5D e të tjerë. Ndërkohë që për atë që ju e konsideroni si hajdutja më e madhe e Shqipërisë në 100 vite, Belinda Balluku, opozita nuk ka një protestë të organizuar kundër saj. Pse Partia Demokratike nuk organizon apo nuk ka menduar për të mbajtur protesta për të kërkuar hetim, për të kundërshtuar, duke qenë se vetë opozita socialiste para e 2011-s për bloqet e Ilir Metës ka organizuar protesta mjaft forta. Ju garantoj se protesta shumë të fuqishme do të organizohen, por protestat do të organizohen për hajdutin kryesor numër 1 të kombit të gjitha kohrave. Se tani qesharak nuk bëhemi ne. Të themi se tunelin 50 milion i kemi prej kësaj. Ja ku është autori. Ja ku është autori. Kështu që ne do organizojmë protesta dhe shumë të fuqishme dhe hajduti me i madhi shqiptarve nuk do ndahet kur qytetarë do ndahen kur gjersa të japin vendin që meriton. Pra, edhe njerë. Osman, nuk ka njeri të drejt të ndershëm, që mund të mohoj se kjo aferë është një joint aferë. Ku aksionet në këta aferë janë si mas pozicioneve. Aksionet kryesore i ka kreu i narkoshtetit. Po ju qëndruat një vit për para Bashkisë Tiranës, pra inceneratorin e ka bërë Rama apo e ka bërë Veliaj? Jo, e ka bërë absolutisht Edi Rama. E ka bërë Edi Rama. Por, si të din ti, për inceneratorin ka vetëm 2 drejtor bashkie të burgosur dhe asnjë zyrtar tjetër dhe të akuzuar ka Arben Ahmetaj për plakat e banjos të ish bashkëshortës tij. Nuk guxoj. Skapi të hap të merret me inceneratorin e Tiranës si akt madhor korruptiv, sepse ishte direkt e Dirama. Nuk e hapi. Kurse këtu e hapi. Pse? Pse e hapi? Ju i dini vetë, se ju keni informacion të gjitha një jam topi. Këtu faktet ishin përvluese. Palloshi gjatë, palloshi ky, palloshi aty ishin gjithçka. Gjithçka në SMS, gjithçka në konto, ishte çdo gjë. Kemi realisht. Dhe prokurori mori kurajon. Të godas Lubin. Mirë, për çdo shqiptar është ai përgjegjësi kryesor. Dhe shqiptar do godasin atë. Nuk mund ta lësojmë ne atë. Ja, nuk e lësojmë. Ai është. Le ta thotë kush don. Dhe kur të bëjmë protesta për inceneratorin, do bëjmë për Edi Ramën. E ke drejtë. Pra, fillon dimri, historia e dimrit me Edi Ramën. Do të ketë një dimër të fortë. Edhe ne do ja bëjmë edhe më të fortë. Akuzat që ju keni drejtuar ndaj Belinda Ballukut nuk lidhen vetëm me tunelin e Vlorës, por me akuzat që ju deklaroni se ka një dëm shumë të madh ekonomik për shitjen e energjisë elektrike, për rrugët nëpër Shqipëri. Pra ju, unë po i kthem edhe një herë, keni etiketuar si hajdutja më e madhe në 100 vite shtet shqiptar, 100 e ca vite. Mos ngatro gjinin. Atëherë
e gjinisë Hajtitja, femrore. po, E okay, gjinisë okay, femrore. gjinisë femrore. Po, Po atëherë si mundet që opozita e një vendi nuk bën një protestë kundër simbolike kundër saj dhe për të vazhduar sepse do bëjmë kundër atij që është më i madh se kjo. Kur zoti Berisha se keni 4 vite që deklaroni do nisin protestat pafundme, më të fuqishme që ka parë vendi. Mirë, dakord, ajo qëndron që ka patur një shtyrje të tyre, po do filloj, të garantoj që do filloj. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Ka një kohë shumë shpejt. Mose duhet ta vlerësoni siç ja u them. Do filloj. Zoti Berisha. Nuk duhet hy unë ma në... U bën protestat kundër Jon Velis, kjo çon të njerëz nga zyrat e veta për të përlyer protestat. Nëse shkojmë në protesta aty, Eliza nxjerr gjysmë e Ministrisë së Jashtme. Jo, s'ta duhet këtë. Jo, semi në ata. Nuk do të nxjerrin gështerat me durë tona kush. Ne do e kapim djallin për brirësh. Edhe ajo është i pari Edi Rama. Çdo nonagram energji që do shpenzojmë, do të godasim atë tani, jemi të qartë. Ja. Ai që do të thotë në këtë rast se është kjo përgjegjësia kryesore, ai mashtron veten. Nuk është kjo. Ka smerrim tani. Rruga është e shtruar, dera është e hapur. Jam i bindur se shqiptarët ky do i kërkohet dorëheqja këtij. Pa diskutim. Po ky dorëheqje s'jep kurrë, se ky i din krimet e tmerrshme që ka kryer. Dy vetë nuk japin dorëheqje kurrë. Ky dhe Altin Dumani, po ati i përfundon afati. Se dhe ai ushtruan e vegël të verbë të tij kundër pluralizmit dhe votës shqiptarëve. Zoti Berisha, sot pritet të publikohet raport progresi i Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Sipas jush, ai plotëson Shqipëria standardet në rrugëtimin e saj evropian dhe ai cënon këtë proces mungesa e standardeve zgjedhore, të cilat ju sapo dhe i parashtruat? Së pari, raportin duhet ta lexojmë, ta shohim që të bëjmë vlerësime për te. Por qëndrimi ynë është ky. Përveç kriterit gjeostrategjik, Shqipëria në mënyrë absolute nuk plotëson asnjë kriter tjetër.